Kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë alarmin mbi mungesën e medikamenteve apo prezencës së ilaçeve të skaduara në spitalin onkologjik. Raporti është dorëzuar javën e kaluar drejtorisë së QSUT-s. KLSH ka audituar periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2025, ku thekson se një numër shumë i madh barnash antitumorale kanë munguar në periudha të gjata. Kjo sipas raportit ka sjellë që një numër gjithashtu i madh pacientësh të kalojnë një situatë të vështirë dhe rrezikun për jetën e tyre. Në dokumentin e siguruar nga gazetari Osman Stafa, rezulton një skandal i rënd, ku në sistemin e brendshëm të farmacisë qendrore i quajtur Pentaho kanë rezultuar 2 medikamente kimio të skaduara. Pacientët me kancer gjaku sipas raportit vuajnë mungesën e barit daratumumab, për cilin QSUT edhe në vitin 2025 ka bërë një furnizim prej 4000 flakonësh, por përsëri për pacientët rezulton se nuk ka, duke hedhur dyshime për keq menaxhim. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, Shqipëria nga 253 barna antitumorale 116 nuk janë importuar ose e përkthyer ndryshe nga viti 2021 deri 2025, 46% e kimioterapive nuk kanë hyrë në Shqipëri. Sa i takon barit Actinomicun, raporti thotë se drejtoria e QSUT-s nuk ka asnjë kontratë aktive për importimin e këtij medikamenti. Gjithashtu edhe për barin tjetër Fesco, i cili përdoret për gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit, thuhet se në kohë të saktuara gjendja në farmacinë qendrore ka qenë zero. Gjithashtu kontrolli i lartë i shtetit vë theksin se barnat onkologjike janë të nënfinancuara nga shteti shqiptar, duke rritur rrezikun e mos trajtimit siç duhet dhe kur duhet të pacientëve me kancer.